Gjermania po përballet me një mungesë serioze të punëtorëve të kualifikuar që prek sektor kyç si shëndetësia, arsimi dhe teknologjia e informacionit, ndërsa njëkohësisht po përballet me sfida politike dhe burokratike në menaxhimin e migracionit, me dalje në pension të gjeneratës baby boomer dhe rënjen e linjshmërisë. Ekonomia gjermane ka nevojë për rreth 300.000 punëtorë të kualifikuar çdo vit, vetëm për të ruajtur nivelin aktual, sipas Institutit për Kërkime të Tregut të Punës. Për të mbushur këtë bushllok, Gjermania po rekruton infermierë dhe profesionistë nga vende si India, ku dhjetra të rinj ndjekin kurse intensive të gjuhës gjermane përpara se të punësohen. Megjithatë, emigrantët përballen me pengesa të shumta, nga burokracia e ngadalë dhe mungesa e digitalizimit, deri te vështirësitë për njohjen e diplomave dhe marrjen e lejeve të shëndrimit të përhershëm. Ndërkohë, rritja e numrit të refugjatëve dhe dështimet në integrimin e tyre në tregun e punës kanë ushqyer pakënaqësi publike dhe mbështetje në rrike për partitë anti-emigracion. Ekspertët paralajmërojnë se pa reforma të shpejta, procedura më efikase dhe një kulturë më mikpritëse ndaj të huajve, Gjermania rrezikon të humbas konkurrencën globale për talentet e reja. Isa Mustafa i quan narrativ shumë të ulët se ka qenë i përfshirë në çfarëdo përpjekje të pretenduar për minimin e pozitës së Abdi Xhikut si drejtues i LDK-s. Krejt çështjet në lidhje me këtë parti, Mustafa thotë se i ka përcjellur në media dhe se s'ka qenë pjesë e asnjë takimi apo tubimi të LDK-s. Për drejtimin e partisë vazhdon të thotë, nuk ka mendim se as motive interes të involvohet. Është një narrativ shumë e ulët, pas një argument, por me qëllime të dëmshme. Unë nuk ja kam humbur zgjedhjet Abdi Xhikut që të organizoj komplot ndaj tij. Ai ka humbur dhe më vjen keq sepse është LDK-ja në pikpyetje. Ka dalë publikisht dhe e ka pranuar përgjegjësinë për humbjen, ka paralajmëruar dorëheqjen dhe e ka thirrë kuvendin. Këtë procedurë unë e kam përcjellë në televizor dhe në portale, askund nuk jam kyçur sepse në vitin 2021 jam dorëhequr nga të gjitha pozitat në LDK. Nga ajo kohë s'ka marrë pjesë në asnjë takime as tubim të LDK-s. Le të dalë një delegat i këtij kuvendie të dëshmojë se unë kam kërkuar ta rrëzoj Abdi Xhikun apo të punoj kundër tij, atëherë unë përgjigjem, tha Isa Mustafa. Unë jam shprehur publikisht se dorëheqja është akt etik demokratik në kuptimin se rezultati krijon pasoja pozitive apo negative, sepse kështu kam vepruar vetë. Unë nuk kam grup në LDK, kam bashkëpunuar me të gjithë, me ata që më kanë dashur s'më kanë dashur. Njoh kryetar të degëve të komunave, antarët e kryesisë, njoh shumë veprimtar në terren, sepse kam punuar me të gjithë. Asnjëri në LDK s'është njeri i mi, por me shumicën ndërmuese kam punuar. Disa kam promovuar në pozita dhe gëzoj respekt reciprok, s'kam asnjë motiv dhe interes të involvohem në çështje se kush do të drejtoj partinë, jam i interesuar maksimalisht që LDK-ja të forcohet, të fitojë. Këtë interesim s'më ndal asnjë prej këtyre miranëve që projektojnë komplote dhe prodhojnë armiq, merrem me vetveten, s'kam guxim të bëj opozitë, tha Mustafa. Për emrin e përveçëm të Lumir Abdi Xhikut, Mustafa rikujton se vetë ai në vitin 2017 e kishte sjellë në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në LDK në qeverinë Kurti I ishte bërë ministër dhe dëshiroi të sqarojë se unë kam sjellë Lumir në LDK në vitin 2017, ka fituar për deputet, është bërë ministër nga LDK-ja në qeverinë Kurti I. Pasi kam dhënë ndërheqjen, nuk e kam propozuar asnjë kandidat për kryetar, kam vlerësuar se propozimet i bëjnë ata që vazhdojnë punën. Ai dhe Lutfi Haziri kanë ngaruar në vullnetin e tyre, nuk ka qenë komplot kundër meje, edhe tani ka të drejtë të garojë kush të dojë me vullnetin e tij. Për mua është e rëndësishme LDK-ja, as Abdi Xhiku as Hoti, ata dhe të tjerët i nënshtrohen interesave të LDK-s, jo LDK-ja interesave të tyre, tha në këtë reagim Mustafa.